Një debat verbal mes dy drejtuesve të mjeteve në aksin rrugor Murras Fushkuri ka agravuar në një konflikt fizik, ku përpasoj ka mbetur një person i vrarë me stendet forta. Ngjarja është regjistruar në autostradë rreth orës 1 të mëngjesit pranë fshatit Bushnesh, ku 28 vjeçari nga Mirdita, Andi Vokri, që ka qenë duke udhëtuar në makinë së bashku me bashorten, është përfshirë në një debat me një tjetër drejtues mjeti, 57 vjeçarin Petrit Ndov, i cili gjithashtu ishte në makinë me familjar të tij. Dy ato mjetet për shkak të mungesës së ndryshimit në rrugë kanë rrezikuar përplasjen, teksa eriu i ka thënë 57 vjeçarit, pse jep makinës kështu, do të bëjmë aksident. Në këto çaste përplasja është tensionuar ku 28 vjeçari ka marrë një çekiç dhe e ka goditur në kokë 57 vjeçarin Ndov, i cili për fat të keq ka humbur jetën në vend. Eriu banues në Toman është arrestuar menjëherë pas ngjarjes së rëndë, pasi një patrull policie ka qenë aty pranë, ndërsa gjatë të martës në Pranga Vun edhe Lorenz Goga dhe Fation Kulla të pranishëm në vendin e ngjarjes për mos kallëzim krimi. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon ende për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të ngjarjes.